Mirëmbrëma dhe mirë se vini në War Report. Për gjatë minutave në vijim, do t'jeni në ekranin e ABC News me mua Sali Doçin për t'u informuar mbi zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale, por gjithashtu edhe përplasjeve të rëndësishme gjeopolitike. Javën e shkuar raportuam në program se Ukraina kishte bërë një përparim të ndjeshëm në zonën e Dnipropetrovskit dhe Zaporizhjes, në atë që u konsiderua një kundërofensiv flash ndaj territoreve të pushtuara nga Rusia. Kjevi zyrtar ka deklaruar këtë të hënë se përmes kësaj kundër ofensive kanë arritur që të rimarin më shumë se 400 kilometra territor. E thënë ndryshe, pas raportimit që bëm javën e shkuar për marrjen e 200 kilometrave katror territor, e cila ishte e barazvlefshme me fitime që Rusia bëri në dhjetor të vitit të shkuar, kjo shifër tashmë dyfishohet nga pala ukrainase sa i përket lëvizjeve territoriale. Megjithatë, raportet më të fundit të Institutit për Studimet e Luftës kanë treguar se Rusia përgjatë këtij viti në 2 muajt e parë që po përmbyllen kështu, ka arritur që të fitojë brenda territorit të Ukrainës më shumë se 572 kilometra shkatror, duke tejkaluar kështu shifrën e marrë prej Kievit, dhe nëse arrim të bëjmë një bilanc, do të ishte me rreth 172 kilometër pikërisht avantazh nga ana e Moskës, që duhet thënë se nuk është një avantazh i madh. Kjo hartë e sjell nga mediat ndërkombëtare tregon edhe situatën aktuale në vijën e frontit në pjesën e mbetur të papushtuar të Donetskut, ndërkohë që sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, por edhe të udhëheqjes ushtarake të Ukrainës, avancimet kryesore kanë ndodhur në rajonin e Dnipropetrovsk, Zaporizhja, ndërsa Kievi ka pretenduar se ka pasur lëvizje të rëndësishme në vijën e frontit edhe sa i përket Pokrovskit. Megjithatë, diçka e tillë nuk është konfirmuar ende nga dhëna nga Instituti për Studimet e Luftës me bazë në Washington, një institut ky i cili sjell çdo 24 orë përditësimet më të fundit nga fronti i betejës, bazuar në një sër burimesh që sjellin analizat pavarura ndaj gjithçkaje që ndodh në konfliktin e Europës lindore, në atë që është kthyer lufta më e ashpër në Europë që prej luftës së dytë botërore. Sigurisht, të gjitha këto zhvillime në frontin e betejës janë të rëndësishme për të, le të themi, i dhënë zemër ushtrisë ukrainase, e cila duhet thënë se është përballur me një situatë vështirë, të paktën në 3 muajt e fundit, që prej humbjes Pokrovskut për të vjuar më pas me sulmet ndaj infrastrukturës civile dhe me shpërqendrime që kanë ndodhur në zonat ndryshme të frontit, përfshirë Zaporizhjen, por edhe rajonin Sumin, verilindje të Ukrainës. Ndërkohë, zhvillimet e rëndësishme kjo fundjavë ka sjellë edhe sa i përket situatës gjeopolitike. Hungaria deklaroi se do të bllokojë kredin prej 90 miliardë eurosh që Bashkimi Evropian do të jepte Ukrainës për të përmbushur nevojat e saj sa i përket armatimeve, çështjeve civile, mbrojtjes, por edhe dhënies rrogave për zyrtar të lartë, teksa ekonomia e saj në luftë është përballur me vështirësi të mëdha. Hungaria deklaroi se do ta bëjë diçka të tillë, pavarësisht se dha miratimin edhe në mënyrë, le të themi, në bisedimet që mbajtën me zyrtarëve të lartë, por edhe në Parlamentin Evropian, ku votua kjo nisëm, e bllokoi në Këshill, sipas raportimeve të ditës së sotme, pikërisht për faktin se sipas tyre Ukraina ka bllokuar një tubacion të gazit rus i quajtur Druzhba, i cili është jetik për gazin që merr jo vetëm Hungaria, por edhe Slovakia në Bashkimin Evropian nga ana e Moskës. Kaja Kallas në një konferencë për shtyp ka bërë presion mbi Budapestin zyrtar, duke deklaruar se nëse Hungaria nuk do të mbajë fjalën e dhënë, atëherë bloku evropian duhet kthehet sërish tek ideja e sekuestrimit të aseteve ruse, një skenar ky i cili duhet thënë se ka zemëruar Moskën, por Kaja Kallas harron sërish se do të nevojitej gjithashtu edhe vota e Rusisë dhe një veto, edhe vota e Hungarisë duhet të them, dhe një veto nga ana e Budapestit zyrtar sigurisht do të paralizonte sërish këtë dëshirë të Bashkimit Evropian. Përtej kredis për Ukrainën është diskutuar gjithashtu edhe është një fakt tashmë se Bashkimi Evropian nuk arriti dot ditën e sotme të miratojë paketën e 20 të sanksioneve ndaj Moskës, pikërisht për shkak të kundërshtimeve të Hungarisë. 19 miliardë euro jetike për buxhetin e Ukrainës deri në fund të vitit 2027, por ku do të shkonin këto para nëse Kievi do t'i kishte marrë tashmë pas një miratimi që do duhej të vinte pikërisht nga ana e Hungarisë. Ushtria dhe mbrojtja do të shkonin 33% e këtij buxheti, ose të ndryshe 30 miliardë euro infrastrukturë dhe energji, 28%, ose thënë ndryshe 25 miliardë euro, shërbime publike ku përfshihen spitalet, shkollat, pagat për mjekët dhe mësuesit, 15 miliardë euro, ose thënë ndryshe 17% e kësaj kredie, mbështetje ekonomike, ndihmë për biznesin, pensione dhe stabilitet buxhetor, 11% ose 10 miliardë euro, ndihmë humanitare,
5 miliard euro dhe rezerva e rindërtimit të Ukrainës do të shkonte në vlerën e 5 miliard euro, po e thënë ndryshe në 6% të këtij buxheti. Është ky grafik i cili tregon të gjithë ndarjen e kësaj kredie që do të jepej nga Unioni 27 antarësh për Ukrainën. Thash në fund një fond i cili është në vlerën e 6% për rindërtimin e Ukrainës pas luftës, pasi pati edhe një raport të Bankës Botërore ditën e sotme, e cila vlerësonte se do të nevojiteshin më shumë se 400 miliard euro për rindërtimin e Ukrainës pas më shumë se 4 viteve konflikt, nëse kësaj lufte do t'i vinte sigurisht edhe fundi. Do të ndalemi në tjera informacione për të folur tashmë për situatën në lindjen e mesme. Do të flasim për zhvillimet më të fundit sa i përket Iranit, ku mediat ndërkombëtare kanë sjellë një sër raportimesh që tek avionët furnizues të karburantit që ndodhen në Tel Aviv për të furnizuar me karburant dhe për të bërë gati për nisjen e një misioni drejt Iranit dhe goditjes së tij, teksa mediat ndryshme ndërkombëtare kanë raportuar se me Shtetet e Bashkuara që synojnë rrëzimin pikërisht të regjimit atje ka pasur edhe zhvillime të rëndësishme, pasi luftania më e madhe US Gerald Ford është parë në brigjet e Kretës, duke mbritur kështu drejt rajonit të lindjes mesme për të stacionuar atje dhe për të kryer një sulm. Hera e fundit që kjo anije u zhvendos në lindjen e mesme ishte në qershor të vitit 2025, një zhvillim ky tejet i rëndësishëm sa i përket manovrave ushtarake, ndërkohë që afati i dhënë nga Donald Trump prej 10 deri në 15 ditësh, po skadon dhe pritet që të ketë një goditje nga momenti në moment. Ishte ky një pasqyrim i të gjithë situatës sa i përket zhvillimeve kryesore të ditës. Në pjesën e parë të programit do të ndalemi tek një deklaratë e rëndësishme e Volodymyr Zelenskit, i cili thotë se ka një mendim ndryshe nga Donald Trump dhe se Vladimir Putin ka nisur luftën e tretë botërore. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas siglës. Bashkohen mbrëmjen e sotme në program kolonel Sami Neziri. Kolonel, mirëmbrëma, faleminderit që je me mua. Gjithashtu me mua është edhe Ledion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ledion, të përshëndes, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë, dua ta nis War Report pikërisht me fjalën e Zelenskit në një intervistë për BBC. Kreu i shtetit Ukrainas ka deklaruar se Putin ka nisur luftën e tretë botërore. Vendi i tij nuk do të dorëzojë territore ndaj Rusisë, pasi diçka e tillë do të përçante shoqërinë dhe deklarata më e guximshme e tij ishte se Kievi ka kapacitetet për të fituar këtë luftë, ashtu siç po tregohet në frontin e betejës me zhvillimet e ditës së fundit. Ndjekim materialin dhe kthehemi në studio. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka paralajmëruar se presidenti rus Vladimir Putin ka nisur luftën e tretë botërore. Deklarata e kreut të shtetit Ukrainas u bën në një intervistë të dhënë për BBC, ndërsa Zelenski theksoi se vetmja gjë që mund ta ndalë Putin është presioni intensiv ushtarak dhe ai ekonomik. Unë mendoj se Putin e ka nisur tashmë luftën e tretë botërore. Pyetja që duhet bërë është se sa territore do të jetë ai në gjendje të pushtojë dhe se si do ta ndalojmë atë. Rusia dëshiron të imponojë botës një mënyrë jetese të ndryshme dhe të ndryshojë jetën që njerëzit kanë zgjedhur për veten e tyre. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski theksoi përgjatë intervistës së tij me BBC se ai dhe presidenti amerikan Donald Trump kishin përshtypje të ndryshme për kërcënimin që paraqet Vladimir Putin. Kur u pyet se a mendon se Ukraina mund ta fitojë këtë luftë, Zelenski u përgjigj me patjetër, duke theksuar se është vetëm çështje kohe, derisa e gjitha kjo të ndodhë. Presidenti i Ukrainës foli edhe për tërheqjen e ushtrisë së tij nga rajoni Donbas dhe dorëzimin të këtij territori ndaj Rusisë, ku theksoi se ky skenar vetëm do ta bënte Vladimir Putin më të etur për më shumë luftë. E shoh këtë në një mënyrë të ndryshme. Nuk e shoh të gjithën këtë vetëm si një cop tok. E shoh si braktisjet pozicioneve tona dhe të qindra mijëra njerëzve tanë që jetojnë atje. Kështu e shoh unë dhe jam i bindur se tërheqja nga ato territore do të ndante shoqërinë tonë. Putinit i duhet një pauzë. Atij dhe ushtrisë së tij duhen 3 deri në 5 vite për të rikuperuar, sipas asaj që thon partnerët tanë europian. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski theksoi se vendi i tij kërkon garanci sigurie nga Shtetet e Bashkuara për të paktën 30 vjet, pasi sipas tij, diçka e tillë do të ishte premtimi i dur ndaj popullit të Ukrainës se ata nuk do të përballeshin me luftë sërish. Kreu i shtetit Ukrainës tha se kërkon ratifikimin e këtyre garancive të sigurisë në Kongres, pasi sipas tij, diçka e tillë do të nënkuptonte se mbrojtja për Ukrainën nuk do të varej nga një administratë apo një tjetër, por nga institucionet amerikane.
Ishin këto deklaratat e guximshme të bëra përgjatë ditës së sotme nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, ndërkohë zhvillime të rëndësishme ka pasur edhe në frontin e betejës. Ta nisim së bashku kolonel Neziri, pasi keni qenë atje si pjesë e një misioni ndërkombëtar, keni pasur mundësinë të monitoronin frontin vite më parë kur ky konflikt nisi. Zelenski thotë se Ukraina mund ta fitojë këtë luftë me mbështetjen e duhur ushtarake dhe është një deklaratë e ripërsëritur. Zhvillimet më të fundit nga fronti i betejës duken pozitive për Kievin, me marrjen e 400 kilometrave katror territor, duhet thënë nuk e tejkalon suksesin ofensivës vitit 2023, megjithatë është një sinjal pozitiv sa i përket të gjithë situatës në front. Sa janë shanset reale që Ukraina ta fitojë këtë konflikt dhe a është ky një skenar cilin tashmë bota të duhet ta besojë apo është një manovër e Zelenskit për të bindur qytetarët brenda vendit të tij? Për qenë realist, kohët e fundit natyrisht që Ukraina ka kaluar në kundërofensiv, por kjo është më tepër ka shfrytzuar momentin. Ka shfrytzuar disa dobësi në frontin rus, kryesisht nga shkputja e Starlink, që ka ndikuar në përdorimin e dronëve luftarak, por dhe në shkputjen e komunikimit. Ka lëvizur një pjesë të forcave nga Pokrovsk dhe i ka zhvendosur në një pjesë të frontit në Zaporizhia, ku vijat e mbrojtjes kanë qenë më të dobta. Pra thjesht ka shfrytzuar një moment dobësie të krijuar. Por nuk i ka numrat që të kalojnë kundërofensiv në shkallë të gjerë. Për hir të realitetit, tani përtej retorikës që përdoret, që nga të dy palët, duhet të thënë që kjo luftë, që nesër bëhet viti 4, pra bën 4 vjet fiks, ka hyrë në atë që quhet war of attrition, që për ta përkthyer në shqip është pak e vështirë, po thelbi është ky që është në modelin e një lufte së parë botërore, ku fronti është thuajse statik, lëviz shumë pak. Lëviz pak kilometra para dhe pastaj ikën pa mbrapa e merr kundërshtari tjetër dhe konsumim të madh të fuqisë njerëzore, materiale, armatime, financa, ekonomi. Dhe fiton ajo palë që do ketë kolaps ekonomik ose politik. Pra politik në politikën e brendshme. Kështu që kjo duhet parë në kontekstin, edhe në kontekstin politik. Pra deklaratat e Zelenskit. Por që të kalosh në një kundërofensiv, të thuar që do e fitoj luftën, duhet kesh numrat. Pra kjo është e vështirë. Në periudhë afatmesme, pra afat shkurtër dhe afatmesme, të dy vendet janë në gjendje që ta mbështesin këtë situatë që kanë në front, që pak a shumë është, siç e theksuat edhe ju, 400 kilometra katror që ka marrë janë shumë pak, për të thënë, për të justifikuar gjithë të... Ka një deficit, duhet thënë, edhe me lëvizjen e Moskës në front, sidomos përgjatë këtij viti. Por kjo vërteton atë që është futur në një periudhë stagnacioni, pra nuk lëvizin shumë. Fronti është pothuajse statik. Dhe në krahasim prapë me luftën e parë botërore, që dëmët më mëdha e sillte artilleria, në këtë rast është shtuar thjesht një element modern që janë dronët. Dhe dronët janë një luftë ajrore. Dronët janë ato që shkaktojnë më shumë humbje. Dhe sipas statistikave, dëmet që i shkaktojnë Rusis nga Ukraina, rreth 80% janë nga dronët. Dhe besoj pak a shumë e njëjta gjë mund të jetë edhe për palën ruse. E qartë, ndërkohë Kryesafej pati një deklaratë sërish të guximshme kundrejt Amerikës Volodymyr Zelenski ditën e sotme në intervistë për BBC, kur tha nuk dorëzojmë territore sepse kjo do të sillte një përçarje të shoqërisë. Megjithatë, të gjithë jemi të ndërgjegjshëm se avancimi më i fundit i Ukrainës në frontin e betejës me marrjen e 400 kilometrave katror është padyshim rezultati i punës së Amerikës me pezullimin e Starlink për Rusinë dhe gjithashtu dhënien e informacioneve dhe inteligjencës për Kievin. Nga ana tjetër kemi një Zelenski i cili thotë jo, unë nuk dorëzoj territor, ndërkohë që Amerika pret një marrëveshje të shpejtë paqeje e cila do duhet vi përmes kësaj rruge e cila është konsideruar e dhimbshme për Ukrainën. Çfarë pritet ndodh në javët në vijim? Unë mendoj që Zelenski nëse dëshironte të dorëzonte territorin do ja ketë shumë të vështirë për ta bërë diçka tjetër, pikërisht për shkak të presionit që ka nga një pjesë e shoqërisë ukrainase.
e cile nuk e pranonin dorëzim të tillë të territorit ndaj Moskës, aq më tepër që Ukraina nuk se ka kapituluar dhe mund të dorëzojë territorin. Pra prisi territorit dorëzohen kur njëra palë ka kapituluar. Ukraina pra aq kohë sa është duke luftuar dhe duke u përpjekur dhe ka një shans, le të themi të paktën teorik, logjikisht nuk ka pse të dorëzojë territor, por ka një pjesë të vetë shoqërisë ukrainase që është e bazuar sidomos te Ukraina perëndimore që është djepi i nacionalizmit modern Ukrainës, të cilët vështirëse mund të pranonin një dhënie të territorit të Rusisë, kështu pa luftuar fare për pjesën që ka ngelur. Dhe vetë Zelenski thash nëse do të dëshironte ta jepte territorin, pikërisht ky presion që vjen nga shoqëria, nga një pjesë shoqërisë së brendshme ukrainase nuk e lejon ta firmosin diçka të tillë. Dhe nëse do histe firmën Zelenski, do histe me një dyshim shumë të madh, sepse nuk di se mund të ishte ardhmë aty nëse hite një firmë të tillë. I qëndroi të njëjtën ide me kolonelin që kjo ofensivë ukrainase më duket më shumë e rastësishme, paktën për momentin. Nuk duhet parë në vazhdim nëse do të ketë marrë dhe më të madhe territori do jetë e qëndrueshme dhe në vazhdim, por dyshoj se mund të jetë e qëndrueshme, sepse ajo që kanë marrë është që kanë të marrin territor sigurisht në Dnjepropetrovsk dhe Zaporizhia, por në zonën e Donjeckut, në drejtimin e Slavjanskut dhe Kramatorskut, ku kanë thënë edhe tjetër që do jetë betejë kryesore gjatë këtij viti, ushtria ukrainase ka humbur territor në fakt gjatë këtyre 2 muajve, do thotë që ushtria ruse është afruar shumë ngadalë, por është afruar le të themi drejt Slavjanskut dhe Kramatorskut. Unë mendoj mendimit të mëparshëm që shanset e Ukrainës për të fituar luftën janë afër zeros, për arsye të ndryshme, por nga ana tjetër dhe shanset e Rusisë për të arritur një fitore më të madhe ose shumë më të madhe se kjo që ka arritur për momentin në Ukrainë, dhe ato duket se janë shumë të pakta. Unë mendoj që këtë vit pa diskutim dhe ndoshta edhe vitin tjetër Rusia do përpiqet në mënyrë shumë të fortë për të marrë pjesën e ngelur të Donjeckut, dhe nëse arrin ta marrë, dhe unë mendoj që do e marrë me shumë mundësi brenda këtyre 2 viteve në vazhdim. Dhe në momentin që arrin të marrë edhe pjesën e ngelur të Donjeckut, me shumë mundësi rusët aty do të dalën dhe do të pranojnë një marrëveshje paqe, si thua, me Ukrainën. Unë mendoj që mundësia më e madhe është që pak a shumë në këto vija frontit do përfundojë lufta. Pra nuk e shoh të vështirë që të ketë një ndryshim shumë të madh si nga njëra palë si nga pala tjetër. Pra dhe Ukraina vështirëse mund të kapitullojë në muajt apo në vitet në vazhdim, po dhe Rusia pavarësisht mund të ketë probleme pasere ekonomike, për momentin pak nuk janë në gjendje të tilla problemet ekonomike që mund të çojnë tek një kapitullim i mundshëm i Rusisë. Pra me shumë mundësi lufta do përfundojë në këto vija fronti që ndodhet për momentin. Krisafi, mendon se do të ketë kjo deklarata e Zelenskit një bujë në Washington dhe do të sjellë një zemërim të Donald Trump, duke parë edhe faktin që inteligjenca amerikane është jetike për Kievin sa i përket frontit dhe monitorimit të avancimit rus? Unë mendoj që parëse Donald Trump nuk duket se ka shumë e qejf Zelenskin dhe që aq më tepër që nuk duket se ka ndonjë interes shumë të madh për luftën në Ukrainë, nxiton për të arritur një marrëveshje, por as amerikanëve në thelb nuk do i interesonte një kapitullim ose një rënje e Ukrainës, pa diskutim. Sa për amerikanët më interesin e tyre është që lufta që të jetë në këto nivele, mundësisht që Rusia të vazhdojë të dobësohet, por nuk mendoj që ju intereson dobësimi më i madh i Ukrainës apo një fitore shumë e madhe e Rusisë, apo fakti që ushtria ruse mund të marrë Kievin apo të marrë Odesën, kjo do të ishte një humbje strategjike edhe për Amerikën. Sigurisht do ishte humbje strategjike edhe për armatimet amerikane, nëse ndodh diçka e tillë, sepse amerikanët kanë qenë ata që kanë mbajtur një masë shumë të madhe Ukrainën deri tani, dhe nëse Ukraina kapitullon, humbet, sigurisht është një dëmtim imazhi edhe për Amerikën dhe për armët amerikane. Unë mendoj që zemërimi Donald Trump ndaj Ukrainës ka qenë momentale pasere, në thelb nuk se ka ndryshuar në një gjë realisht nga ajo e administratës Biden, pa ka ndryshuar narrativa është si më troç, më drejtpërdrejt, më e ashpër, por në thelb, si thua, inteligjenca ka vazhduar të shkojnë në Ukrainë, armatimet kanë vazhduar të shkojnë në Ukrainë, ndihma ndaj Ukrainës ka vazhduar prapë të shkojnë në Ukrainë, kështu që Trump e bën më shumë për të kënaqur elektoratin e vet, i cili e votoi dhe që nuk e sheh me sy të mirë luftën në Ukrainë, sepse shkon me idenë që pse duhet t'japin para ukrainasve, të cilat mund të shërbenin fare mirë në Shtetet Bashkuara.
por në thelb nuk mendoj se mund ndryshoj ose ka ndryshuar ndonjë gjë nga qëndrimi amerikan ndaj Ukrainës dhe vështirë se mund ndryshojë në vazhdim. E qartë. Mirë, një lajm i cili nuk e konsumova në nisje të War Report ishte një ndër raportet më të rëndësishme të ardhura nga ana e Ukrainës. Një shef i lartë i komandës ushtarake konfirmoi se 10.000 trupat huaj kolonel po luftojnë për Kievin frontin e betejës. Janë të parat raportimet duhet thënë që kemi konkrete sa i përket përfshirjes së huajve në konflikt në anën e Kievit, ndërkohë që nga ana e Moskës kemi pasur një sër raportime është një pasnjëshme. Ky shef i komandës ushtarake tha se vijojnë rekrutimet me rreth 600 rekrutë ndërkombëtar në muaj, të cilët i bashkohen ushtrisë ukrainase për të luftuar pikërisht atë që ne njohim si Legioni i Lirisë dhe Nderit të Ukrainës. Duke parë kozgjatjen e këtij konflikti, ju e thatë, bëjmë 4 vite ditën e nesërme, një afat i përbashkët në luftën e dytë botërore. A ka shanse që ky konflikt të shkojë drejt përfshirjes së më shumë trupave ndërkombëtar nga të dyja palët, ndonse problemi më i madh me rekrutimet duket tek ukrainësit? Ka dy aspekte. Ta fillojmë që nga fillimi i luftës. Batalioni Azov ka ekzistuar që para luftës në Ukrainë dhe ka qenë kryesisht me shtetës të huaj. Pastaj u rrit. Pra, është e njohur e betejë që bën në fillim, në rrethim, një pjesë derisa u azhësuan ose u kapën në robë, derisa u kthyer, por mbi bazën e asaj ajo është zgjeruar, është kthyer në njësi më të madhe. Por qëllimi ka qenë ose ardhja e këtyre ka qenë më tepër vullnetare, natyrisht të paguar. Por ndërsa në krahun e Rusisë kemi problemin tjetër, që ka patur probleme me rekrutimet, nuk ka shpallur mobilizim përgjithshëm, pra sepse mobilizimi përgjithshëm do i lejonte që të mos kishte nevojë, pra të mos përballej me problemin e rekrutimeve, dhe ka rekrutuar pastaj nga shtetet ndryshme duke ofruar paga të larta. Kjo ka qenë motivi kryesor i këtyre. Por përfshirja të huajve besoj nuk zgjeron gjeografinë e konfliktit. Sepse ato thjesht luftojnë, po të kemi parasysh edhe Korea e Veriut, që është përfshirë drejt për drejt, edhe ato më shumë mundohen të janë përdorur në Kursk fillimisht, pra brenda territorit rus, pikërisht për t'ju shmangur kësaj përfshirjes. Se ka edhe problematika tjera, komunikimi në vijën e frontit, koordinimi me njësitë komanduese ushtarake, janë të gjitha këto elementë. Po, janë shumë. Çështja është kjo. Ajo që është vënë re deri tani në përpalën ruse është që shumica këtyre që rekrutohen, që janë ndërkombëtar, kryesisht nga vendet e Afrikës ose nga vendet e Azisë, dërgohen në front me shumë pak trajnim. E qartë, janë të pamësuar me fronte dhe ka një detaj interesant, se nëse kemi pasur një Rusi e cila ka rekrutuar brenda radhëve të saj me paga që shkonin deri në $5.000, shohim sot një Rusi që rekruton nga vendet botës tretë pikërisht për faktin që është temë mjaft e diskutuar ekonomia e saj drejt stagnacionit. Edhe ky është një element i rëndësishëm apo jo? Po, edhe kjo është diskutuar, ka patur le të themi paralajmërime nga ekspertët vendas rus. Ka patur mjaft media që kanë diskutuar, natyrisht nuk ka patur deklarata në nivel të lartë qeveritar, por ka një rrudhje të ekonomisë e cila do të fillojë të duket nga 6 mujori i dytë i këtij viti. Pra, akoma ekonomia e Rusisë mund ta mbështesë luftën për një periudhë afat shkurtë dhe afat mesme, dhe rrudhja e ekonomisë duket në rënjen e çmimit të naftës, zvogëlimin e tregjeve, rritjen e rrugëve që i duhet për të shitur për arsye të sanksioneve dhe zvogëlimi i rezervës valutore. Në fillim të luftës rezerva valutore ka qenë 10 trilion dhe aktualisht është 3 trilion. Pra, do të thotë që nga fillimi i luftës për 4 vjet është përdorur rreth 6 trilion rubla. Kështu që kjo tregon në një farë mënyrë që 60 deri në 70% e kësaj rezerve valutore që tregon edhe për ekonominë. Dhe kjo tregon rënje të ekonomisë. Pra në terma fatmesëm mund ta mbështesë, por kjo do shkojë drejt rënjes.
E qartë, mirë, do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë për të diskutuar për rrezikun që i kanoset Ukrainës, e cila duhet thënë se është detyruar për gjatë vitit fundit të blejë armë amerikane me paratë europianëve. Dhe këto paratë duket se nuk janë më të garantuara për Kievin pas vetos së Hungarisë për një kredi për Ukrainën. Të gjitha këto menjëherë vetëm pas shkputjes. Rikthehemi në program e Nisa War Report mbrëmjen e sotme duke treguar se si Ukraina rrezikon të mos marrë kredin prej 90 miliard eurosh nga Bashkimi Evropian, kredi kjo e cila do të përdorej me 30% të saj për financimin ushtarak të vendit. Viti i fundit ka treguar se Donald Trump ka treguar se arti i luftës për të është të bëjë biznes sa i përket fuqisë ushtarake që Shtetet e Bashkuara kanë. Kjo do të thotë se ndihma ushtarake amerikane ka rënë në nivele më të ulta, duke folur për nivele të cilat mund të prekin edhe shifrën drejt zeros për gjatë këtij viti. Por e gjithë ky mekanizëm vjen në rritje sa i përket artillerisë ushtarake që Shtetet e Bashkuara po dërgojnë drejt Ukrainës, sepse parat për diçka të tillë po i paguajnë europianët dhe përballë një Hungari e cila refuzon të jap kredin duke përdorur veton në Këshillin Evropian, tregon se Kievi mund të braktiset së shpejti jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara, por edhe nga Bashkimi Evropian, duke sjellë kështu një sfidë serioze sa i përket jo vetëm çështjes së mbrojtjes, por edhe funksionimit të këtij shteti. Zoti Krisafi, një le të themi delezez brenda Bashkimit Evropian që ka qenë her pas here siç është Viktor Orban refuzon të miratojë kredin prej 90 miliard eurosh për Ukrainën. Çfarë pasojë do të kishte në aspektin e mbrojtjes ky hap i tillë nga Bashkimi Evropian? Unë mendoj që herët avon do të miratohet kredi e tillë, sepse diçka e tillë ka ndodhur edhe në kaluarën. Hungaria edhe Slovakia her pas here kanë vendosur vetëm dhe kanë si një mënyrë shumë shantazhi ndaj Bashkimit Evropian në radhë parë për të arritur diçka më shumë në marrëdhëniet e tyre me Bashkimin Evropian, por e kanë dhe si mënyrë shantazhi me Ukrainën, sepse ju përmendët lajm në fillim që një pjesë e gazit rus që vjen në Hungari vjen pikërisht nga Ukraina dhe është një gazcjellës i cili her pas here bllokohet. Pra është një mënyrë e tyre, është një luftë e tyre të thuash nervash me Ukrainën që bëjnë her pas here, sa herë Ukraina e ndalon gazin rus të vinë në Hungari, Hungaria ndalon paratë dhe armatimet e perëndimit që shkojnë në Ukrainë. Është një pazar që bën her pas here Viktor Orban, thjesht për të arritur diçka më shumë në marrëdhëniet e tij me Bashkimin Evropian, po herët avon unë mendoj që do miratohet diçka e tillë, pra është pak e vështirë që një kredi kaq i madh edhe të ngelet në dorë të vetëm të Viktor Orban. Dhe ka diçka tjetër, një zhvillim të rëndësishëm është që pas 2 muajsh në prill në Hungari janë zgjedhjet parlamentare dhe sondazhet tregojnë që Viktor Orban me shumë mundësi do humbas për herë të parë, mos gaboj, është 4 mandate në krye të Hungarisë. Pra ky do ishte mandati 5 le të themi dhe gjasat janë shumë të mëdha këtë radhë që të humbasë zgjedhjet dhe me siguri pas prillit nuk do të jetë më delja zeze e Bashkimit Evropian, sepse nuk do jetë më në pushtet, varësisht se personi që pritet të vinë në pushtet, Peter Magjar, është gjithashtu i dalë nga partia Orbanit, është gjithashtu konservator tradicionalist si Orbani, por ka një këndvështrim pak më ndryshe ndaj politikës jashtme të Bashkimit Evropian. Kështu që mund të jetë në lëvizjet e fundit në një farë mënyrë të Viktor Orban që bën para zgjedhjeve të prillit. Mirë, Krisafi, duke ditur se gjitha këto para që merr Ukraina si formë huadhënie, një pjesë e tyre sigurisht përdoren për të blerë armët amerikane. Pritet të ketë një ndërhyrje nga Shtetet e Bashkuara drejt Budapestit, por edhe drejt Slovakisë, pa Marco Rubion që i vizitoi të dyja këto vende, dhe a do të ketë një interes amerikan që do të shtrihet se përket dhënies së kësaj kredie për Ukrainën? Në fakt, dihet që ka marrëdhënie shumë të mira mes Trumpit dhe Viktor Orban, nëse ka një person që mund të ndryshojë mendjen Viktor Orbanit në këtë pikë është pikërisht Donald Trump. Po mendoj që amerikanët di shumë mirë që është thjesht një mënyrë shantazhi nga ana e Budapestit për të arritur diçka në lidhje me Brukselin ose qoftë në lidhje me Ukrainën, pra nuk mendoj që për momentin e shohin si diçka shumë serioze dhe shumë të rëndësishme. Ka ndodhur më parë diçka të tillë, kemi dëgjuar të paktën që ka filluar lufta në Ukrainë. Një herë në disa muaj dëgjojmë vetën e famshme hungareze për çfarë lloji që lidhet me Ukrainën, por e cila ndryshon pas disa kohë ose modifikohet pas disa kohësh ose le të themi evropianët dhe amerikanët gjejnë një mënyrë të shpëtojnë vetos hungareze
për dërguar armatimet në Ukrainë. Prandaj për momentin nuk mendoj që Donald Trump mund ndryshim të del për drejt, sepse nuk e shoh si shumë serioze një lëvizje të tillë të Viktor Orban, thjesht duke bërë pazar thash, mundohet të marrë maksimumin e mundshëm në çdo gjë që lidhet me Ukrainën dhe kur t'i japin, le të themi, të paktën një pjesë të saj që ai kërkon, me shumë mundësi do e heqi veten që ka vendosur ndaj Ukrainës, ndaj kësaj kredie. Nëse Ukraina, le të themi, nuk ndalon më gazin rus të shkojë drejt Hungarisë, sigurisht që të nesëmen largohet vetoja hungareze ndaj Ukrainës. Por ka dhe hatërmbajtje herpaseshme të Hungarisë, për shembull në zonën që është në kufi me Hungarinë të Ukrainës, në Zakarpatje, mos gaboj, është një pakicë shumë e vogël hungareze, e cila duhet të thënë që nuk se le të themi bën një jetë normale në atë zonë, pra nuk se drejtat e veta janë në përkombur të paktën në 30 vitet e fundit, por vazhdimisht kemi dëgjuar pikërisht sidomos nga Viktor Orban që flet për në përkëmbje për shtypjen e drejtave të hungarezëve në Ukrainë, pra janë shumë hatërmbajtje që akumulohen, si thua, pas here dhe që shfaqen në këtë mënyrë nga ana e Hungarisë, por që nuk e shoh si shumë serioze. Pra jam i sigurt që pas disa ditësh ose disa javësh do të ketë një zgjidhje, thonë ju. Ndërkohë, kolonel, diskutuam pak edhe për gjatë publicitetit, Ukraina bën një pretendim të rëndësishëm, thotë se ky okupacion u shkatrua nga bombardimet ruse dhe për këtë arsye Hungaria, por edhe Slovakia, dy vende euroskeptike dhe kundër luftës, ose më saktë kundër Ukrainës dhe aleat të Moskës, thonë që është Kievi që e ka bllokuar pikërisht rrjedhje gazi. Kush është e vërteta në këtë mes? Ka një dëmtim të këtij okupacioni apo është Ukraina që përdor manovra të tjera për të ndaluar financimin e makinerisë së luftës ruse? Është i dëmtuar. Është i dëmtuar gjatë luftës, si shumë infrastrukturë tjetër që është dëmtuar. Dhe edhe Hungaria, edhe Slovakia kanë bazuar, në fakt, furnizimin me energji nga Rusia dhe vazhdojnë. Bazohen tek Rusia, nuk kanë ndryshuar politik. Dhe ajo që është paradoksale është që Hungaria në këtë rast ka vënë vetën dhe i kërkon Ukrainës që të riparojë tubacionin, e shteti që ka sulmuar Ukrainën, pra tubacion, për të shitur naftë, shteti që e ka sulmuar Ukrainën, dhe duke shitur naftë do të mbështes luftën. Pra, kjo është cinike, realisht, është cinizëm. Natyrisht që mund të kërkohen në mënyra tjera, por në këtë formë të kërkohet Ukrainës që të riparojë tubacionin sepse ajo kërkon energji nga Rusia, natyrisht që nuk është e drejtë. Dhe nga ana tjetër, kjo dërgon një sinjal jo pozitiv për Rusinë, jo të mirë për Perëndimin, që Bashkimi Evropian nuk ka kohezion brenda antarëve të saj, dhe nuk është hera e parë që ndodh kjo, dhe natyrisht kjo duhet parë edhe në aspektin që në prill janë edhe zgjedhjet, dhe mund bëhet edhe për qëllime të brendshme politike nga Orban, janë zgjedhjet për parlamentare, por besoj që 6 orën e parë Ukraina nuk do preket nga kjo. Pra nuk do ketë problem. Buxhetimi, por në 6 orën e dytë mund të ketë. Mirë, por ndërkohë në pjesën e dytë për cilën duat ndalem është, pra Kresapi tha, ka ndodhur her pas here nga një Hungari e cila ka zgjedhur të vendosë veton ose të bëjë presion në minutën e fundit, por kësaj here situata duket serioze nëse e marrim në këtë aspekt edhe me faktin se Hungaria përballet me zgjedhje në 12 prill dhe do të jenë zgjedhje të cilat sipas sondazheve tregojnë edhe një humbje të vet Orban. Duke parë të gjithën këtë situatë, nëse skenari Orban është më serioz se herët e kaluara, kush do të ishin pasojat e Ukrainës përballë këtij mos financimi? Dhe e them këtë gjë duke pasur parasysh jo vetëm aspektin ushtarak, por edhe presionin psikologjik që do të binte mbi Kievin përballë një krize ekonomike dhe një krize ushtarake. Natyrisht që Ukraina është e varur nga ndihma perëndimore. Pra që të vazhdojë luftën, është e varur nga ndihma. Qoftë financiare, qoftë edhe në disa edhe materiale ushtarake, pra në armatime e municione. Unë besoj që maksimumi Hungaria do vazhdoj të insistoj në qëndrimin e vetë deri në zgjedhje. Dhe pastaj do gjendet një zgjidhje, sepse Bashkimi Evropian ka dhe mekanizma të tjerë që mund të anashkaloj veton, pra do gjej forma të tjera për të financuar Ukrainën. Ndërkohë që kjo po bëhet atëherë Bashkimi Evropian mund të jetë mbase edhe në një kërkim të një mekanizmi për ta zhbllokuar një herë mirë
veton Ka diskutime brenda Brukselit. në rastet e Për tilla. përheqje të vetos një shteti, por është procedura sigurisht më gjatë dhe më komplekse. Dhe siç e theksova, edhe në 6 muajin e parë Ukraina nuk preket nga ky mos financim, mos livrimi, sepse ka edhe buxhetin e vet dhe donacionet tjera. Por në 6 muajin e dytë natyrisht që e ka shumë të nevojshme ta ketë, dhe unë besoj që deri atëherë do gjendet një zgjidhje patjetër. Do ketë një zgjidhje për financimin e Kievit. Mirë, kolonel, ishte kënaqësi t'ju kisha mbrëmjen e sotme në War Report. Zoti Grysavi, faleminderit që ishit në program. Kënaqësi gjithmonë. Kemi mbritur kështu në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku informoheni në kohë reale për të gjitha zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni e bota, por sigurisht mund të na ndiqni në kohë reale edhe në Radio ABC 105 FM. Mos u largoni nga ekrani ABC News, vetëm pas pak Sokol Balla me zërin e shqiptarëve. War Report rikthehet sërish në mbrëmjen e nesërme në orën 21. Deri atëherë, bashkë natën e mirë.